Edi Rama pa turpsisht ju drejtoj pyetjen duke menduar se do t'i tremte. Ku i keni faktet pa ato që keni shkruar? Igliasani e keni parasysh letrën e tij kërcënuese që e mohoni. Po në raportin që unë shpresoj të mos jetë fake, tjetër real, që është vendosur në internet, rezulton se s'është hequr asnjë presje. Asnjë presje. Aty faktohet se në kundërshtim me parimet ndërkombëtare, Edi Rama ka shtruar punojësit e administratës dhe zyrtarët në patron të urryer të shqiptarëve për votën. Aty faktohet se janë përdorur bonuse për votën, dhurat për votën 100 euro, pensionistët. Faktohet se janë përdorur falja e gjobave 200 milion për votë. Faktohet se janë dhanë 138 licenca për 28.000 hektar tokë mjell kanabis. Çfarë ndodhi atje? Normal. Pra, faktohet se u dhanë 500 milion euro prokurime në kundërshtim me ligjin për të ble vota. Faktohet përdorimi i punësimit përkohshëm në mira raste për të ble vota. Faktohet terrori mbi punojësit e administratës për të votuar. Faktohen pra gjitha mënyrat për të kontrolluar vullnetin e qytetarëve për votë. Në raport lexoni një frazë, lexojeni. Po të mos bënin këto zgjedhje do ishin më afër zgjedhjeve të lira. Pra janë në Siberi krahasuar me distancën tani. S'janë kërkum. S'janë kërkum. Janë zgjedhje fars. Faktohen. Angazhimi në një sëri qytetesh të karteleve të drogës dhe bandave për të rrëmbyer votën. Faktohet qëndrimi antiligjor në raport me ankesat. Angazhimi të gjitha resurseve të administratës një lloj si në parti shtet. U shuan, thot raporti, linjat e ndarjes partisë nga shteti dhe pushteti. Vetëm ky moment është i mjaftueshëm ky element për të gjithë ata që kanë kulturën minimale elektorale, për të kuptuar që zgjedhjet ishin një farsë. Në kushtet e partisë shtet, kur nuk mund të ketë zgjedhje tjera përveç se farsë. Nuk ka. Faktohet, pra, se Edi Rama, se Shqipëria është një diktaturë autoritare, që kontrollon votën e shqiptarëve.